Ish opinionisti Big Brother VIP Kosova 3 Milaim Zeka ka dhënë disa komente për banorët në formatin e Big Brother VIP Albania 4. Ai ka folur për dinamikat në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, por bëri edhe një deklaratë të fortë për gazetaren Valbona Mhilli. Ai theksoi se është i sigurt që ka lënë një lidhje jashtë Big Brother VIP Albania. Valbona, pas daljes nga ky reality show, i është kundërpërgjigjur kësaj. Ajo thot me plot bindje se nuk ka marrëdhënie jashtë dhe nuk e ka lënë askënd. Mua më vjen shumë keq që Milaimi është shkënjyer nga unë. Unë realisht kam një respekt shumë të madh edhe për Milaimin dhe bashkëshorten e tij. E di që janë vajzë veriore, parimet e mia. Unë në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 4 jam futur dhe kam qenë pa një lidhje jashtë dhe nuk kam dikë jashtë. Mua nuk më pret dikush jashtë, u shpreh ajo. Mëtej tha, kam pasur raportet e mia jashtë, por kjo nuk do të thotë që këto raporte janë përfunduar. Kështu që e mira përpara se të bësh deklarata, të prisje të shkoje në shtëpinë time, ti pyesje nëse kam lidhje jashtë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.